Sipas njoftimit të meteoalarmit nga shërbimi për punë hidrometeorologjike, gjatë ditës së nesërme në të gjithë vendin do të ketë temperaturë të fazës së verdhë. Qytetarët e vendit duhet të respektojnë rekomandimet e përgjithshme për mbrojtje nga temperaturat e larta, të tilla si mbrojtja nga ekspozimi drejt për drejt në diell, duke shmangur qëndrimin jashtë nga ora 11 deri në ora 17, mbathje rrobave të lehta, kurse gjatë ekspozimit të drejt për drejt në diell të mbajnë syze mbrojtëse dhe kapel. Ngjyrat e hapura reflektojnë dritën. Të konsumohet ushqimi i lehtë dhe lëngje, sidomos të bëhet kujdes gjatë përgatitjes dhe konsumimit të ushqimit, si dhe të shmangen produkte termikisht të papranuara, si për shembull, majonezi nga vezët e shtëpisë dhe të konsumohet me kujdes akulloria dhe kremra të ndryshëm. Po ashtu apelohet që të kihet kujdes personave që janë të sëmurë kronik. Është nevojshme që të futet sasi më e madhe e lëngjeve, më së miri ujë thjesht, kurse të shmangen pijet alkoolike. Të smurve kronik ju rekomandohet dhe ju këshillohet që rregullisht të marrin terapinë e caktuar. Gjatë këtyre ditëve shumë të nxehta, qëndroni në ambiente të mbyllura, kryesisht të klimatizuara. Dhe kur është e nevojshme të qëndroni jashtë gjatë kësaj periudhe, gjeni mundësi për pushime më të shpeshta nën hije.